Edhe pse shumë shqiptarë janë larguar nga Shqipëria për t'i shpëtuar politikës konfliktuale, përsëri janë kthyer në viktima të saj. Kosta Papa, përfaqësuesi i emigrantëve shqiptar, fajsoi politikën për gjendjen e krijuar me emigrantët shqiptar kudo që ndodhen. Sipas Papës, janë rreth 50.000 emigrantë të cilëve nuk ju njihen kontributet në Greqi, ndërkohë që me qindra të tjerë kanë mbetur penge toponimeve. Në draft raportin, çështja e toponimeve, që është një problem akut i rëndësishëm dhe ka shkaktuar problematika të rëndësishme në familjet shqiptar, sidomos në Greqi. Ç'është e vërteta, zvarritja e madhe më tepër është nga ana politike, qoftë me shtetin shqiptar, qoftë me shtetin grek. Nuk është ashtu siç u diskutua para një muaji si problem thjesht teknik. Nuk është problem teknik, është problem me vijë etnike. Ndërkohë, kriza që ka përfshirë vendet fqinje sipas organizatës ndërkombëtare për emigracionin, ka kthyer në Shqipëri rreth 135.000 emigrantë për periudhën 2009-2013. Kjo, sipas Teuta Grashdanit, ka sjellë probleme me regjistrimin e këtyre familjeve. Ju evidentuat që ka shumë familje të reja emigrantësh që nuk janë as të regjistruar fare. Pra, nuk mund zësosh praktikisht edhe votimin e tyre në rast se ata nuk ekzistojnë dhe nuk figurojnë se shteta shqiptar. Ekspertë avokati të popullit po përgatisin një draft raport në lidhje me problematikat e emigrantëve, të cilin do ta dorëzojnë më pas në institucionet përkatëse shtetërore për të gjetur edhe zgjidhjet e duhura.